رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimi dhe lavdrimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajetet që i lexojmë namaz prej surës Waqi'a janë ajetet që duhet më ndalë se cili prej nesh edhe me meditu rreth dyre ajeteve. Ajetet e surës Waqi'a flasin për xhennetin, flasin për banorët e xhennetit, flasin për mirësinë dhe begatinë që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë atyre në xhennet, edhe flasin për shpërblimin e veprave të mira. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala flet për xhenemin dhe dënimin që Allah ka më dhënë banorët e xhenemit atë, dhe ata se çfarë kanë më shiju banorët e xhenemit atë, Allahu na ruaj prej tij. Dhe pastaj Allah subhanahu wa taala fillon të flet për mirësitë që Allah t'i ka dhënë ty në dynja, për begatinë që Allah t'a ka dhënë ty në dynja, për ujin të cilin, shiun të cilin Allah subhanahu wa taala e lëshon, e çdo mirësi tjetër e cila na thon neve dhe na pyet se atë shi a e lëshon jo apo është prej Allah subhanahu wa taala e kështu me radhë. Vërtet se xheneti është vendi ku Allah subhanahu wa taala i shpërblen ata të cilët kanë bërë vepra të mira në dunja, e që në xhennet do të gjithë ata të cilët bëjnë vepra të mira pasi që Allah subhanahu wa taala na ringjall neve, do doli para Allahut e secili do të merr vetëm, do të merr në llogari për veprat që i ka bërë, dhe pastaj Allah subhanahu shpërblen me vendin e tij në xhennet. Besimi apo imani në xhennet është prej kushteve të imanit, është pjesë e imanit që robi me besu në xhennet dhe ekzistencën e tina, po ashtu është edhe shtyllë prej shtyllave të imanit edhe në besimin në ditën e fundit. Çdo vepër që mund me bëu ata të cilët bëjnë vepra të mira, e sa të sinqert mund më tregu ata të cilët janë të sinqert në dynja. Sa namazin mundën me falë namaz vullnetar të gjithë ata të cilët falin namaz, përveç namazit të taravih namazdote, po ashtu edhe jashtë Ramazanit. E sa mundet me pasur dikush niyetin e tina, asgjë nuk e bën këtë, askush nuk e bën këtë vetëm se duke e synuar për me vinë në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Edhe askush nuk i bën këto vepra, nuk e pastron veten e tina, nuk e pastron niyetin e tina, nuk fal namaz për Allah, nuk bën vepra të mira vetëm se i bën besimtari këto për me e synu kratin e Allah subhanahu wa ta'ala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë Allahu azza wa jalla në hadith qudsi, "Adatu li ibadi salihin ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at." Kam përgatit për robët e mi të mirë, kam përgatit për robët ata të cilët bëjnë vepra të mira, diçka që syni e tyre nuk e ka bërë asnjëherë. Veshi i tyre nuk kanë dëgjuar asnjëherë për atë mirësi. Ti mundesh me pas sot edhe me ecë në përbot, kur do në përbot me pas të mira, por se dije se në xhennet ki me pas diçka që asnjëherë s'ke mund me pas në dunja. Ti mundesh me dëgju se në filan vendin kam përparu kështu, në filan vendin ka kësi të mira, kështu e me radhë, por se nuk mundesh me dëgju asnjëherë për ato që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për robët e tij në xhennet. Ti mund të shku mendja që me rregullu diçka në shtëpinë tonë dhe në borrin tonë, e me ndërtu diçka në vendin se ti ku jeton, ose me shku mendja për me vizitu vende të ndryshme të botës, por se asnjëherë nuk mund të shku mendja për ato çka Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për ty në xhennet. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fa Allah subhanahu wa taala në Kur'an, por ata që kanë vepruar, për ata që kanë bërë vepra të mira, nuk e di askush për ju nuk e di se çfarë kënaqësie Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për ata të cilët i kanë bërë këto vepra të mira. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
أول زمرة تلج الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. Grupi i parë për besimtarët e cilët kanë me hyrë në xhennet, fytyrat e tyre kanë u ndryshuar sikur se ndryshon hana në natën e 15. Sikur se ndryshon hana e cila ka një pamje mjaft bukur, e që secili prej besimtarëve dëshiron ta shikon atë dhe i kënaq sytë e vet të shikojë hanën atë xhennet atë pozitë. Çështu ndryshojnë edhe fytyrat e besimtarëve kur kanë me hyrë në xhennetin e Allah subhanahu wa taala. Ata aty në xhennet, robërit e Allah subhanahu do të jenë në gjatësinë e babait tyre Ademit alayhis salam, e në vitet e vëllait tyre Isait alayhis salam, që ishte përkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rreth 33 viteve jetë. Ahlul jannati fi sa'adati abadiyatin wa fi na'imin muqim. Banorët e xhennetit do të jenë çdo herë do të jenë të gëzuar. Asnjëherë për ta nuk ka me pasur hidhrim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pari që ka me hyrë në xhenet jam unë, e pastaj me mua ka me hyrë edhe robët e Allah subhanahu wa taala të cilët janë të varfër. Po ashtu tha pejgamberi në hadithin tjetër, ana wa kafilul yatimi kahataini fil janna wa ashara bi sab'ati al-wusta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i folur sahabëve ju thot se unë edhe ai cili kujdeset për jetimin, unë edhe ai cili kujdeset për jetimin kena më konë xhennet, sikur këta dy gishta dhe i bën pejgamberi dy gishta dhe i bën afër. A dhe kjo është mirësia nëse ti kujdesesh për dikon, për një vëlla tonë i cili e din se ajo është jetim, ose kujdesesh për dikon i cili kujdesesh për mja plotësu nevojat e tina, ose bëhesh kaq që me e gëzu ato. Për me fitu xhennetin, ka punë të cilat besimtari duhet me i bëu vetëm se ato punë që qofshin edhe të thjeshta duhet me i bëu me sinqeritetin më të plotë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se inna Allaha yaqulu li ahli al-janna, se Allah subhanahu wa taala ditën kur robët e tij kanë me hyrë në xhennet, ka më ju drejtu Allah subhanahu wa taala banorëve të xhennetit, ja ahli al-janna, o ju banorët e xhennetit, o ju të cilët keni hyrë në xhennet, o yaqulu labbaika rabbana, edhe i përgjigjen robët e xhennetit, të përgjigjen ty o Zoti jon. Fa yaqulu hal raditum, thot a jeni të kënaqur me këto? Thot a jeni kënaqur me çdo çka po e shihni në xhennet? Fa yaqulu la nardo, thot çka ka që na mos më kënaq këtu. Thot çka ka pse na mos më kënaq në xhennetin tëm? Wa qad ataytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Thot na ke dhënë diçka të cilën nuk ja ke dhënë askujt prej robërve tu Allah. Thot çysh na mos më kënaq në xhennetin tëm kur ti na ke begatuar me të mira këtu që nuk e ke begatuar kërkon prej robërve tu. Fa yaqulu ana u'atikum afdala min dhalik. Thot apo doni me ju dhënë diçka e cila është edhe më e mirë se kjo. E para pyetja që ja bën Allah subhanahu wa taala banorët e xhenetit është se a jeni të kënaqur me xhenetin, a jeni të kënaqur me këto të mira, po të çka ka diçka më të mirë. Thot Allah thotë unë i mund me ju dhënë ju diçka edhe më të mirë se kjo. Ja Rabb, wa ayu shay'in afdalu min dhalik? I thoi banorët e xhenetit, o Zot, e cila është, çka është ajo diçka e cila është më e mirë se kjo? Qale uhilla aleikum ridwani fala asqatu aleikum ba'dahu abada. Thot knaqësinë tëme kam lënë në knaqësinë e juve. Allah subhanahu wa taala i thot banorëve të xhenetit se knaqësinë e Allahut, knaqësinë e vet, jam kalon atyre thot asnjëherë nuk keni me pas mërzit. Asnjëherë nuk keni me mërzit, asnjëherë nuk keni ngushtuar gjokë si juve në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Was-sabiqun. E ata të parë të dalluar ulaik al-muqarrabun, ata janë ata më të afërt fi jannatin na'im, në xhennetin e begatshëm të Allah subhanahu wa taala. Ala sururin mawdu'a, banorët e xhennetit do të jenë në shtretër të lartë, e të shtretër të cilët janë të ndërtuar prej arit, muttaqiin alayha mutaqabilin, e të mbështetur përballë njëri tjetrit. Pastaj banorët e xhennetit çdo herë do të jenë të gëzuar, edhe asnjëherë nuk kam e pasur mërzi për ta. Çdo herë kanë me qenë të kënaqur prej Allah subhanahu wa taala, asnjëherë nuk kam ngushtuar atyre diçka në gjoksat e tyre. Yatufu alayhim wildan mukhalladun, edhe kanë me pas shërbëtor, kanë me pas djelmosha të ri, që kanë më bërë çdo herë tyre, kanë më shërbyer çdo herë tyre. Vi akwani wa barik wa kasim min ma'in, me gota prej ari, e me ibrika me bakalla, wa kasim min ma'in, dhe prej të mira të Allah subhanahu wa taala.
E si mos me punu robi kur i din, edhe kur i lexon këto ajete për knatësinë e xhennetit, kur i lexon këto ajete se çka Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për ty në xhennet, e si robi mos me punu për Allah subhanahu wa taala, e si robi mos me lënë knatësinë e dunjës për një knatësi më të mirë se kjo, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, ku Allah subhanahu wa taala po thotë në hadith kutsi se kom përgatitur për ty diçka që syni jot nuk e ka pa kurrë. Pse ti mos me lënë indikaci tonë që po e shen dunjë për ato që s'ka ka pa syni kurrë. Po thotë Allah subhanahu wa taala kom përgatitur për ty diçka që veshi jot s'ka mujt me dëgju asnjëherë. Pse ti mos me lënë indikaci që veshi jot të dëgjon dunjë për një knatësi që se ke dëgju asnjëherë. Kom përgatitur për ty diçka e cila mendja jote nuk ka mujt me shku asnjëherë. Pse ti mos me lënë një knatësi dynjave të cila mendja shkon çdo herë ndoshta me e bu, një epsh dynjave të cila shkon ndoshta mendja çdo herë për me e bu, me lënë për hakat asaj që mendja jote, që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur diçka e cila mendja jote s'ka shku asnjëherë aty. E dinë se në xhennet, ndoshta në dynjë robi lodhet. Në dynjë robi lodhet edhe ngarkohet xhoksi tina dhe mendja tina me llafet kota. Në dynjë robi lodhet edhe me bisedat kota dhe me tashëtheme, por se në xhennet nuk kam i pasur këtu. Sepse Allah subhanahu wa taala ka premtuar për ta, la yas'auna fiha lagwa wala ta'thina. Në xhennetin Allah subhanahu wa taala nuk keni me ni asnjëherë tashëtheme dhe fjalë kota, illa qilan salama. Por vetëm në xhennet keni me ni vetëm fjalë të mira dhe paqe për Allah subhanahu wa taala. A pas ka diçka më mirë se ky xhennet i Allah subhanahu wa taala? E ky është Ramazani. Këto janë netët e Ramazanit, të cila është mundësia jonë. E cila është mundësia jo për me fitu knatësinë e Allah subhanahu wa taala. Këto janë netët e Ramazanit që ndoshta mos i shkon Ramazani i bina pishmon. Sepse vetë robi, vetë nefsi i robit është i ndërtuar që mos më ja dit vlerën kur diçka e ka. Kur diçka e kiti në dorën tonë dhe nuk ja din vlerën, por se ja din vlerën vetëm se mos ja ka ajo të hub. Ki pasti në jetën tonë edhe shumë mirë, shumë lazik mirë por rreth që nuk ja ke dit vlerën vetëm se mos i janë do prej tyre. Ke pasur knatësi ndryshme në dunja, se nuk ja ke ditë vlerën vetëm se masi Allah subhanahu ti ka marrë ato. E dija vlerën Ramazanit derisa ki mdukët e tua. Dija vlerën Ramazanit për derisa jetu këtë dita. E sonte është natë tek, natë 27. E shpresohet Allah subhanahu wa taala të jetë nata e Kadrit. Lutë Allah subhanahu wa taala. Bëj do Allah subhanahu wa taala që Allahu me bëj banorët e xhennetit. Por çto ajetet e cilat i lexojnë namaz me filluar dhe me ditura këtyre. Nëse nuk e dina gjuhën arabe dhe nuk i kuptojnë ato, pse mos e marr Kur'anin shqip? Pse mos e marr Kur'anin shqip dhe mi lexoj çto ajete në gjuhën shqipe, edhe me meditum me zemrën tonë dhe mendjen tonë se për çeto se çka Allah subhanahu wa taala ka pas ka përgatitur për ty. Jeta e njerit është e shkurtër. Dunjaja është e shkurtër. E ka përmend Allah subhanahu wa taala se dunjaja është vetëm një knatësi e errët. Është një knatësi e errët e cila ka lënë shpejt. E veprotin dynja, mbjellë në dynja, ato për cilën në ditën kur të dash për Allah subhanahu wa taala ki me kohë. Ela inna silat Allahi ghalje, pa dyshim se malli Allah, produktin të cilin t'jene për Allah është i shtrejt. Ela inna silat Allahi gjenna, pa dyshim se ky produkt i Allah subhanahu wa taala është xheneti. E xheneti Allah subhanahu wa taala është shumë i shtrejt. E kush e don xhenetin, pa dyshim se do të qenë për atyre të cilët falë namazin. Kush e don xhenetin Allah subhanahu wa taala do të qenë për atyre që është i kujdesshëm ndaj 5 namazeve ditore, këto janë namazet farze të cilët duhet çdo njeri prej neve më koni kujdesshëm. E përveçtyre me qenë për atyre të cilët falin namaz edhe nafile, namaz vullnetare. Jo me dallu veç Ramazanin me namaz natë, por se me bu veten edhe për atyre të cilët falin namaz natë edhe mas Ramazanit, nëse e don që xhenetin Allah subhanahu wa taala, nëse e don me përjetu që knatësi që Allah subhanahu pas ka përgatitur për ty, nëse e don që mos me pas zemra jote, mos me pas zgjuksi jot asnjëherë mërzi, atëherë je për atyre që veprat e mira, agjërimin vullnetar, namazin vullnetar, sadaka, shtimin e sadakait, edhe urdhërimin për të largimin nga keqja me vazhdu, edhe mas muajit Ramazan. Po ashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ata për ata të cilët agjërojnë, inna fil jannati baban yaqulu qalu lahu rayyan, pa dyshim se në xhenetin Allah subhanahu wa taala është një derë që Allahu e ka emërtuar me emrin Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, që prej kësaj dere kanë me hi vetëm ata të cilët kanë agjëruar. Komentatorët e hadithit thonë se është fjala esenca e hadithit për ata të cilët e agjërojnë Ramazanin. Por se në këtë hadith bëjnë pjesë edhe ata të cilët agjërojnë edhe mas Ramazanit. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna
hadha al-qamara lejlet al-badri la tudamuna fi ru'yati. Dine se në gjennet, përveç knatësive që Allah subhanahu wa taala t'i ka dhënë aty, përveç se të mirave që Allah subhanahu wa taala t'i ka dhënë aty, Allahu ta ka dhënë edhe një mundësi tjetër. Allahu ta ka dhënë edhe një knatësi tjetër. Ajo knatësi është ajo e cila përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, se ju keni me pa Allah subhanahu wa taala. Keni me pa fytyrën e Allah subhanahu wa taala, sikur se po e shihni hanën në ditën e Bedrit. Sikur se po e shihni hanën kur është ajo e plot. Ki me pa fytyrën e Allahut, fytyrën e atij i cili nuk ka kriju mua dhe ty. A ka diçka e cila është më e mirë se robi me pa fytyrën e Allah subhanahu wa taala? Mendoj e si që Allah subhanahu wa taala mundsu që ti ndikon familjes që ka vdekur. E ke dashur shumë me thonë Allah tash po ta rinjallë dhe do ta bëj para syve, si kishe mundi ti. Si kishe mu përgatiti për mu taku me ta. Mendoj që në xhenetin e Allah subhanahu wa taala pas ke me pa fytyrën e Allah subhanahu wa taala. Ki me konë aty me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me një njeri që Allah subhanahu nuk ka kriju krijesë më të mirë se ai. Ki me konë me ato i cili ti e të e pasu që tash. Ti e të e pasu që është për ato i cili qajti për mu dhe ty ku ju tha sahabe se po qaj për të dashurit e me. E kush janë të dashurit të i dërguari Allah, tha të dashurit e me janë. Ata të cilët kanë me arë pas meje, kanë më besu mu dhe kanë më pasu mu, edhe pse nuk më kanë pas një herë. Andaj, shfrytëzoj këtë mundësi. Shfrytëzoj Ramazanin, shfrytëzoj këtë net bekume, po ashtu mund bë dua tek Allah subhanahu wa taala, në netën që të cilën tu ke fal namaz taravih. Në këtë netë që tu ke fal namaz natë, lutë Allah në sejë që Allah më bëj prej banorëve të xhenetit, e Allah më të ruaj prej banorëve të xhenemit, sepse banorët e xhenemit nuk e kanë këtë kërcësi. Wallahi banorët e xhenemit nuk kanë me pa Allah subhanahu asnjëherë. E mendoj sikur ti me veprat e tua me çu vetën tonë në xhenem, asje kur nuk e sheh Allahun. Tha Allah kalla innahum rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ata asnjëherë nuk kanë me pas Zotin e tyre me sytë e tyre. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët bojnë vepra të mira në dynjë. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët kanë me hyrë në xhenetin e Allahut, edhe kanë me pa fytyrën e Allah subhanahu wa taala. Ne lutim Allah subhanahu që më na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Ne lutim Allah subhanahu që më na ruaj edhe prej çdo fjalë dhe çdo vepre e cila na çon në xhenem. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na pranoj gjitha veprat tona të mira. Ne na pranoj Allahu edhe këtë Ramazan, e më na mësua Allah që me çej për atyre të cilët bojnë vepra të mira edhe pas muajit Ramazan. والحمد لله رب العالمين.